Thënie nga Ralph Waldo Emerson, shkrimtar, filozof I mirënjohur amerikan dhe botëror. Citojmë: mirësjellja përbëhet nga sakrifica të vogla. Amerika është emri tjetër I mundësive të reja. Një njeri I madh është gjithnjë I gatshëm për të qenë I vogël. Njeriu nuk mund të gënjet nga askush përveç se nga vetja e vetë. Mos u mundoni të bëni dikë tjetër si vetën tuaj. Ju e dini dhe Zoti e di që një si ju është I mjaftueshëm. Të gjithë e duan njeriun e dashur. Revolucionet nuk shkojnë pas. Përmendjen e ngrysur e gjithë bota është gri. Përmendjen e hareshme e gjithë bota shkëlqen. Mendimet qeverisin botën. Mendja nuk e krijon atë që percepton, si që nuk e krijon syri trëndafilin. Çdo revolucion ka qenë fillimisht një mendim në mendjen e një njeriu. Raca njerëzore do të shuhet për tepërqitë e tërimi. Shmangja e egzagerimeve është një prej rregullave të mirësjelljes. Aftësia për të bërë vjen duke bërë. Prova e vërtetë që të tërimit nuk është pasuria e trashëguar, as madhësia e qyteteve, por lloji I njeriut që ai vend arrin ta formojë. Jeta është një seri mësimesh të cilat duhen jetuar që të mund të kuptohen. Mendimet tona më të mira na vijnë nga të tjerët. Mendimet e mira nuk vlejnë më shumë se ëndrat e mira, veç nëse I realizojnë. Çdo mur është një derë.